Mbi 100 punime të realizuara mbi motivet popullore dhe aplikimet digjitale bashkëkohore janë ekspozuar në një nga auditorit e Universitetit të Shkodrës. Të realizuara nga studentët e vitit të dytë bachelor të Departamentit të Arteve, këto punime sjellin një ndërthurje mes traditës dhe qasjeve moderne në dizajnin tekstil. Kostumografia me motivet popullore përbën tematikën kryesore të ekspozitës. Disa punime janë të bëra në mënyrën tradicionale pra me dorë, por si mjet kena bërë diçka më ndryshe. Ishte edhe aplikimi i digitales. Unë personalisht punimet e mi kam realizuar me atë, sidomos pjesën e stilimeve, të cilat duken këtu. Kam pak a shumë deri 20-30 punime. Inspirimi për kësaj ka ardhur prej nëna jeme, edhe stërgjysha që i ka pëlqyer shumë me qenis, me kriju veshje. Ekspozita është realizuar në drejtimin e pedagoges Ermir Jahja, e cila e vlerëson këtë aktivitet si një dëshmi të potencialit krijues dhe profesional të brezit të ri. Punoj çdo ditë me këto studenta, janë shumë të talentuar, pra gjithmonë Shkodra sjell dhe nxjerr nga xhiri i saj artista për ditë. Është e rëndësishme vetëm të punosh me ta, dhe patjetër kur ne të trokasim në shpirtin e tyre krijues, pa diskutim që dalin punë dhe gjëra shumë të bukura. Ekspozita Tekstil Design shërben gjithashtu si vlerësim semestral për studentët dhe dëshmon mënyrat se si trashëgimia tekstile mund të riformulohet dhe të përshtatet me kërkesat e dizajnit modern.